Prezenca e stomatologut në hapësirat shkollore po vazhdon të mbetet me rëndësi të veçantë për shëndetin e nxënësve. Sot ekipi ynë qëndroi në shkollën Zekria Rexha, ku pa nga afër funksionalizimi i dhomës së stomatologjisë, e cila është e pajisur me materialet dhe aparaturat e nevojshme për ofrimin e shërbimeve profesionale. Stomatologja doktoresha Erpnore Axhanela theksoi se kushtet janë plotësisht të përmbushura për të kryer kontrolle dhe trajtime për nxënësit. Në kushtet janë shumë të mira. Ordinanca ekziston që shumë vjet përpara. Po çdo herë më tepër, normal që në kushtet të ndryshojnë, ka gjithçka për fëmijët. Tu nis për materiale, veç a kanë këta disponimin me arte mjeku. Mjekët, kuptohet, nëse cili e kryjnë punën tonë, vijnë për këta, po veç disponimi fëmijëve a kanë qef. Ajo frika ato kuptohet, po fëmijët e sodit janë më të vetëdijshëm, sikur që kanë qenë përpara. Ajo shtoi se përveç trajtimeve sipas nevojës, realizon edhe vizita të rregullta sistematike me qëllim të parandalimit të problemeve dentare dhe edukimit të fëmijëve për rëndësinë e higjienës orale që në moshë të hershme. Në çdo shkollë, gjithmonë kësi kohë kryen vizita sistematike prej klasëve të para, do me thonë në kohën kur vish fillon denticioni i përhershëm me dalë të fëmijët, mu paraqit, ata ka ndryshime deri në klasën e 9 ku ka variacione të ndryshme dhombe që disa ma herë, disa ma vonë qysh e kanë se cili kohën moshën e vetë kur ndrohen, ka. Ta duhet me qenë vetëdijshëm për higjienën e gojës. Puna e parë higjiena, pastaj vijnë tjerat. Një karjes i vogël, sa do i vogël që e shohin në gojë këta, mjekun e kanë në shkollë, shumë ma letë e kanë se sa me shku me marrë dikun tjetër. Kur e kanë në shkollë, ne jena prezent. Njëra nga nxënësit që po kryente kontrollin e shëndetit oral u shpreh e kënaqur me këtë shërbim, duke thënë se ndjehet më e sigurt dhe më e kujdesshme për dhëmbët e saj kur kontrolli bëhet në shkollë. Ne jemi shumë të kënaqur për shkak se sa herë që kam pasur nevojë si dikush tjetër për me rregullu diçka shëndetësore në higjienën e gojës, ne kemi ardhur dhe kemi pasur shumë higjienën e rregullt dhe një kujdes shumë të mirë nga doktorët dhe motrat medicinale. Dhomat e stomatologjisë në institucione arsimore dëshmojnë si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të kujdesit shëndetësor për fëmijët, duke ofruar shërbimet stomatologjike më prantyre dhe duke ndikuar drejt për drejt në ruajtjen e shëndetit oral të gjeneratave të reja.